do doja dija realisht, hyre me këtë strategji duke shitur divorcin si arsye për ty në ferma VIP? Tani më fal. E kemi dhe në Ledelton. Për pak do na shfaqet edhe në. Jo, mos më fal fare, thjesht. Jo, do të bëj një pyetje shumë sinqert, për shembull, duke qenë se je brenda stafit, le të themi, të ferma VIP-it, duke qenë se ke edhe rolin e analistit, opinionistit. Analistit në klub, jo në ferma. Po të kuptoj, po një hulumtim të vogël, për shembull, po ta kishe bërë ti, po ta merri vesh kush mi sillte rrobat në të thashë, kështu, po. Jo, atë po. Jo, ta kam fjalën. Mund ta kishe gjetur atë pjesën pa aluduar, kam përshtypjen. Unë e kam ditur që juve nuk keni qenë të ndarë. Po pra, po direkte ishte strategji. Jo. Që nga ne kemi pak materialin që ta kuptojmë edhe më mirë se për çfarë po flitet? Po jetë, po dritë, po yll. Po dashuria ime, po, patjetër. Unë kam parë që në portale, përpara se ju të hyjë brenda në ferma VIP, u aludua çuditërisht që ti dhe Vesa ishit të ndarë. Po, siç portalet aludojnë. E dim shumicë se funksionojnë portalet në Shqipëri që shumicën e lajmeve ja çojmë vetë neve. Po. E dyta. Ja çojmë vetë kush? Po, neve. Ne ja çojmë. Po, neve që duam të bëhemi faktor. E dyta. Tjetra që ishte që më ka bërë përshtypje. Kjo lojë u vazhdua edhe brenda, nuk është se nuk u vazhdua. U aludua vetë nga ju që ju kishit një lojë në mos divorci, një lojë mos marrëveshje, sikur nuk bëshit shumë. Pavarësisht se prapë, unë po them, unë e dija shumë mirë sepse normalisht ishim këtu, i shikonim disa gjëra etj. Po flas për banorët ose më fal, fermerët që ishin brenda, lapsus. Kjo gjëja nuk më kalon shihet mirë. Është një nga të paktat gjëra nga ana juaj që mua nuk më kalon shihet mirë. Më lejo që të drejtohem me ti, që ta bëj dhe më të thjeshtë këtë gjë, mos ma merr për keq. Ishte një gjë që mua nuk më la shihet mirë nga ana jote. Dhe sikur kjo gjëja këtu t'ishte evituar, për shembull për mua do të kishe akoma një yll më tepër tek pjesa e sipas te. Por duhet të kuptosh diçka. Po, Elton, dëgjoj, duhet të kuptosh diçka. Kur u lidhëm me Vesën dhe kur aludua atëherë, për shembull Brunilda ka qenë atëherë, pjesë e stafit mrekullueshëm të Vision Plusit, dhe ne jemi njohur këtu Brunilda, a kupton, me Vesën, këtu pikërisht në këtë skenë, Dancing with the Stars këtu. Dhe ne kemi qenë nga ato çiftet, le të themi që në atë kohë ka qenë edhe paparacit që funksiononin, a? Ne kemi qenë nga ato çiftet dhe Brunilda e di e mba mend shumë mirë që kemi pas paparacit nga mrapa e gjithë. Domethënë, unë të them edhe mi pra ta marrën se ta lash tani. Të shkruar, tani po flasim për portale që rëndom, nuk po flasim marrin nga vet. Po flet ti, tani do flas unë. Në përgjithësi ne. Po pra, tani më lë të flas unë. Okej? Tani, po jo më së mërzite më burse e duke im shuk sa i gjëje se i pash edhe video. Po patjetër më që i shofësh, unë i mshoj, sepse kjo është detyra ime që unë t'i mshoj. Po më merr përgjigje një herë. Po mos ta marri personale. E kuptoj rolin shumë mirë, edhe të luajturit të rolit. Tani. Nëse kujton se po luaj rol, mos u përgjigj fare se s'ka nevojë pastaj. Po më do përgjigjem unë se A doni ta dëgjojmë që qartësohemi të gjithë të qartësohet edhe publiku për cilin moment ka fjalën. Që ne jemi nga ato çifte, deshe ti ose deshe nuk deshe një publik. Regjia nëse mund ta pikpasta më fal. Se tani e kemi klipen. Gjëja jote të thua që jam ndarë me gruan e fëmijë. Më fal. Është idiotësi më e madhe Big Basta. Tani disa orë kam drejt në fol çat duber situatat e mia. Ti ke gënjur për një familje dhe mua po vjen morre që unë jam prek në ato momente që ti e ke prek familjen për një lojë. Unë nuk e ndjej fare si detyrim që ti jap juve shpjegim. Se çfarë përmenu për familjen time këto është komplet përgjegjësia ime. Edhe nëse du të luj me këta dhe t'i gënjej këta sa herë që, sidomos Andrejan, sa herë që të ndoj qefi, unë e gënjej Andrejan sa herë që të ndoj qefi. Dhe pjesa tjetër, këta të dy, këta nuk din të bëjnë lojë, se na u shprej shpari që do të zjoj nga gjumi. Këta bullizojnë. Duket si ti e ke pranuar vetë që kam gënjur, tani, që i kam gënjur Andrejan, pikërisht. Që ata s'kishin nga ata dinë. Po, s'kishin nga ta dinë ato, se për shumë kur hishesh si analist, para se më fut aty që merresh me lajmet e showbizit në TikTok në të thash, normalisht duhet i lexosh edhe këto lajmet për para. Nuk flasësh për dikë që është prezent. Ja kam thënë edhe në sy, mos e vrit mendin. Kemi dhe lajmet? Dhe, përveç asaj, zgjodha momentin e dur për demaskuar një lajm ose disa lajme që kishin dalë më përpara. Okej, se unë jam vetë pjesë e medias edhe e i shikoj, sepse merrem me do më drejtoj një radio, okej, dhe i shikoj se çfarë ndodh. Po sa demaskuar për më tepër ty mnaj aty. Kush?
Nuk e demaskove, bëre më tepër tymnaj. I le njerëzit të aludonin akoma dhe më Po shumë në vitet i lindja Vesës, mua të ishte data 12. Unë shpresoja që t'isha prapa ty në skenë, doja që të bëja, doja që edhe shpresoja që produksionit ma silë të Vesën aty, unë e kisha... Duhet ta pranoni që aty brënda, unë kam lojën time me pa tjetër që unë duke shpresuar... Po, a do ma lesh ma ta flasë? Këtë pjesë e lojës, pse u bë kjo pjesë? Tani, duke qenë se unë aty në lojë ka... drejtja e jote. A maroj që ta dio? Në më mos pyet atë të pyet mua, që po nuk po më kthem përgjigjet e. Kujto se po fiton në këtë lloj rasti, po nuk je duke fituar. Tani duke thënë fituar. Dëgjoj. Ke fituar ti 100.000 euro. Dëgjoj. Po patjetër, jam shumë i lumtur për këtë gjë. Tani, martu për të fituar. Elton. Po. Ne kemi qenë nga çiftet më të kërkuara që në vitin 2011 e deri më sot dhe ne nuk kemi nevojë të shpërndajmë lajme portaleve vllai dashur. Të tjerë janë ato që shpërndajnë lajme nëpër portale vllai. Shumë, kur jeni shumë të kërkuar, përse tjetra, për një sekondë, kur jeni shumë të kërkuar, atëherë përse hyre në Ferma Club? Unë hy për të rikthyer në Ferma VIP, unë hy sepse jam një artist, siç ma ka thonë edhe Randi, me mision. Hyre për të rikthyer në Ferma, dëgjoj, unë kam pas lloj-lloj ofertash për të shku kudo, por unë zgjedh Ferma VIP sepse është realisht formati i dur dhe është një format i cili na lidh ngushtë me natyrën, edhe është një format që merr harmoninë si bazë. Dhe nuk kishte harmoni aty brenda. Ta gjëm pak Anduelin ka diçka për tonë? Pasë të rrë shumë suksese për fitoren edhe duke marrë parasysh që ti vjen nga një shkputje dhe është shumë rëndësishme, unë kam dëgju nga Big Mama që punën e portales që jeni ju që jepni, se unë nuk jam pjesë e shkurbizit dhe nuk e kam dashur asnjëherë. Edhe Eltoni që ja dëgjova dhe ma thonë që jemi ne që i ushqejmë portalet. Duke marrë parasysh që ti vjen nga një shkëputje, do më thonë, ke boj for pauze në karrierë, e ke pale, themi, si strategji për me u fut në lojë dhe për me dhonë, për me arrit qëllimin tënë. Por, si mbas mejet, si mbas edhe shumë, duke marrë parasysh edhe debatët që kemi pas atje, fenomeni që ti ke përdor nuk është shumë i bukur, sepse nga e fenomen vujnë shumë njerëz, edhe nuk mendoj që është shumë bukur të lush me të tilla fenomene që të marrësh benefite në lojë. Kam përshtypjen që edhe ty të ndodhi një gjë e tillë aty në Prime. Jo, pa, më ndodhi mua. Fare ka portale. Më ndodhi fare ka portale. Kam përshtypjen që ishte një po të ndryhy, ai u tregua aq burr sa që kërkoi ballafaqimin e faktit ose për ndryshe dilte nga shtëpia. Ndryshe nga ajo. Tani, janë disa gjëra, po ta them këtë që janë disa gjëra që nuk i kontrollojmë dot ne vanduaj. Jo, vare qa kontrollojmë ti. Janë disa gjëra që neve nuk i kontrollojmë dot. Sidomos kur jemi ne aty. Dëgjoj, nuk kam nevojë të debatoj tani sot se kam kaluar një ditë shumë. Absolutisht po. Po të them edhe diçka. Është vështirë. Dhe po të them mirë mos ti shohësh është. E vërtet. Tani kam duhet kuptosh edhe diçka tjetër. Që po ta them edhe herë, ne jemi familje VIP-ash valla.